po mendoj që po ashtu e ka shfaqur edhe një hipokrizi. Mirë po dje u pa që u përgjigjen ftesën, të njëjtët, ju përgjigjen ftesës. Takimi i djeshëm ne konsideroj që vetëm e ka shpërfaqur edhe një herë nevojën për komunikim ma zgjerum politik. Domethënë ka subjekte politike të cilët na kanë linçuar edhe zotin Limaj për prononcimet edhe nevojën që e diskutoj para 3 muajsh për këtë tavolinë, domethënë bisedimesh. Të besojmë që ka me prodhu diçka tjetër, sepse ka qenë vetëm takimi i parë, pra për herë të parë jam mbledh krejt me bisedu për ngërçin politik që u kriju mas ndryshimit të procedurave të votimit në kuvend. Pra ne kemi pas një votim për kandidaten me të drejtë që e ka propozuar subjekti i parë politik, mirë po në mungesë të shumicës parlamentare nuk është kërku një konsenzus. Pra në moment kur partia e parë politike nuk e ka shumicën, atëherë vjen në pyetje konsenzusi. Konsideroj që për këtë arsye duhet me pas na si deputet shumë kujdes se çush sillemi në situata edhe kur jemi në opozit edhe në opozit, sepse vjen një moment kur nevojiten votat jo vetëm subjektin ton politik, mirë po ka pozicione të cilat nevojiten me pas kompromise edhe nga subjekte të tjera politike. Unë konsideroj që nëse duhet me dalë në një votim të fshat, duhet me marrë vendim seanca, pra shumica e deputetëve në seancë kanë të drejtë me ndryshu mënyrën e votimit. Mirë po në një proces kur fillon votimi edhe nuk ka pas paracaktuar gjatë mbledhjes konstitutive, kur është dashur në prill me ndodh kjo, atëherë është edhe shkeli kushtetuese, sepse askush s'ka të drejtë me ndryshu mënyrat e votimit kur fillon procesi i votimit brenda seancës. Unë nuk e di se çush partitë politike kanë me marrë një vendim, mirë po edhe njëherë pra shfaqet nevoja që të ketë një marrëveshje politike dhe të krijohet shumica parlamentare. Në momentin kur kjo shumicë ka mu kriju, atëherë na nuk e di, por mendoj që brenda 2-3 ore mundet më zgjidhet edhe çështja e kryekumvendarit edhe çështja e qeverisë. Edhe për këto kemi thirr.